Njëjtë si sëmundje tjera të demencës, edhe Parkinsoni është një sëmundje e cila nuk është gjenetike, mirë po, por kthehem prapë. Nëse në një familje ka pas shumë anëtar të familjes me sëmundjet Parkinsonit, atëherë mundësia e paraqitjes së sëmundjes Parkinsonit te pasardhësit është më e madhe se sa te ajo familje ku nuk ka pas anëtar me sëmundjet Parkinsonit. A është Parkinsoni sëmundje që i prek vetëm të moshuarit apo edhe të rinjët? Jo, edhe të rinjët, po shumë rrallë. Për fat mirë shumë rrallë. Edhe mund të them lirisht që të pacientët të cilët i kanë pasur mosha sa më të reja që i prek është më agresiv. Më agresiv? Është më agresiv Parkinsoni kur i prek moshat e reja, kurse moshat e vjetra shpeshherë nuk është sëmundje që shërohet, edhe kjo njëjtë sikur sëmundja e Alzheimerit, më aq mirë mjekohet saqë nganjëherë kur vjen ai pacient që s'e kanë pa kohë gjatë nuk e di që ka Parkinson. Menaxhohet lehtë me terapi normal. Nëse përdor medikamentet me rregull, menaxhohet mirë, jeton me pak pengesa jeton jetë.